Të gjitha ekranet e Tiranës të News 24 ku qytetarët ndjekin protestën para kryeministrisë. Në qendra lokale të Tiranës, ekranet e televizioneve qëndrojnë të hapura të News 24 dhe qytetarët ndjekin zhvillimet e protestës që prej një jave po mbahet para kryeministrisë. Foto që na dërgojnë shikuesit tregojnë interesin e madh për një lëvizje qytetare që ka nisur pas ngjarjeve të dhunshme në Zvërnec dhe që po merr përmasa çdo ditë më të mëdha, e po merr gjithnjë më shumë mbështetje, që nga dita e parë e protestës të dielën e kaluar, News 24 ka qenë në terren, duke transmetuar drejt për drejt, duke sjellë për publikun zërat e protestuesve dhe dinamikën e një proteste që po zgjerohet nga dita në ditë. Mes kërkesave të artikuluara nga protestuesit janë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, me akuzat për mungesë transparence, korrupsion dhe arrogancë në qeverisje. Një vit më parë, News 24 u përball me sulme dhe presione shtetërore, pikërisht për shkak të raportimit të tij kritik dhe të pavarur. Sot, një vit më pas, televizioni vazhdon të mbetet pika kryesore e referimit për mira qytetar që kërkojnë informacion në kohë reale dhe pasqyrim të plotë të ngjarjeve. Pamjet nga lokalet e kryeqytetit, ku ekranet janë të fokusuar te transmetimi News 24, janë një dëshmi e lidhjes së fortë që ky televizion ka ndërtuar me publikun ndër vite. Interesi për ndjekjen e protestës nuk është kufizuar vetëm tek ekranet televizive. Transmetimet live të News 24 po ndiqen gjërësisht edhe në YouTube dhe në rrjetet sociale, ku mira qytetar brenda dhe jashtë Shqipërisë po informohen në kohë reale për zhvillimet. Shqiptarët në diasporë nga Europa deri në Shtetet e Bashkuara ndjekin me vëmendje raportimet, komentojnë dhe shpërndajnë përmbajtjet, duke e kthyer protestën dhe mbulimin e saj mediatik në një nga temat më të ndjekura të ditëve të fundit. Besimi i shikuesve dhe mbështetja e tyre e vazhdueshme mbeten forca më e madhe e News 24, televizionit dhe gazetarëve të tij, që vazhdojnë të qëndrojnë pranë qytetarëve dhe pranë të vërtetës.